Gjykata e posaçme ka shtyrë seancën paraprake ndaj ish-zëvendës kryeministrit Arben Ahmetaj, i cili ndodhet nën akuzë në një nga dosjet më të bujshme të hetuara nga struktura e posaçme, atë të inceneratorëve. Shkak për shtyrjen është bërë vendimi i gjyqtarit Erion Çela për t'ia kaluar shqyrtimin e çështjes gjyqtares Rudina Palloj. Kjo e fundit ka trajtuar më parë edhe dosjen e inceneratorit Elbasanit, nga e cila ka dalë si fraksion më vete procedimi penal ndaj Ahmetajt. Për pasojë, procesi do të rinisë me trup të re gjykuese, duke sjellë vonesë në zhvillimin e seancës paraprake. Sipas prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, Arben Ahmetaj akuzohet për korrupsion pasiv të funksionarëve të lartë shtetëror, pastrim parash dhe fshehje pasurie. Në dosjen hetimore thuhet se ai ka qenë propozuesi kryesor i projektit të inceneratorëve në qeveri dhe se ka pasur lidhje të veçanta me sipërmarrësit e përfshirë në këto kontrata. Prokuroria pretendon se Ahmetaj ka favorizuar në mënyrë të paligjshme kompanitë përfituese të kontratave, ndërsa nga ana tjetër sipërmarrësit akuzohen për korrupsion aktiv ndaj ish-ministrit. Bashkë me Ahmetajn, janë dërguar për gjykim edhe 10 persona të tjerë. Mes tyre janë ish-bashkëshortja e tij, Albina Mançka, dhe bashkëtuesja aktuale Eriola Hoxha, të cilat akuzohen për pastrim parash dhe fshehje pasurie.